Është zhvilluar këtë të premte në sallën e teatrit Petro Marko ceremonia e shpalljes së brefshmërisë së mandatit dhe marrja zyrtare e detyrës së kryetares së zgjedhur të Bashkisë së Vlorës, zonja Bruna Mersini, të pranishëm autoritetet pushtetit vendor dhe deputet të Partisë Socialiste, si dhe këshilltarët socialist, ndërsa mungoi opozita e Këshillit Bashkiak. Ceremoninë e ka drejtuar kreu i Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri. Të nderuar të pranishëm. Dua të falenderoj nga zemra çdo qytetar të Vlorës që ushtroi të drejtën e votës. Vota është zëri i njerëzve. Është forca e demokracisë dhe ju e përdorët me përgjegjësi. Rezultati i këtyre zgjedhjeve ishte vërtet mbleslënës. Rreth 80% e qytetarëve të Vlorës besuan drejtimin e Bashkisë së Vlorës zonjës Brunilda Mersini. Zonja Mersini, një grua dhe një mjek e respektuar dhe një profesioniste e përkushtuar, e cila prej 15 vitesh ka drejtuar Spitalin Rajonal të Vlorës, sot merr përsipër një detyrë të re. Një detyrë të vështirë, por një detyrë të jashtëzakonshme, që kërkon shumë energji, durim, vizion dhe ndjeshmëri për të shërbyer këtij qyteti dhe këtyre qytetarëve. Jam thellësisht e bindur se në drejtimin e saj Vlora do të rigjejë një energji të re, një ritëm të ri dhe një vizion të qartë zhvillimi, që i shkon për shtat këtij qyteti të bekuar nga Zoti. Në emër të gjithëve, i uroj sukses dhe mbarësi në këtë detyrë. Dhe, siç thuhet shpesh, nëse do që një punë të bëhet mirë, besoja një gruaje. Edhe sot me krenari dhe me emocion, presim që gruaja e parë në historinë e Bashkisë së Vlorës të udhëheqë në forcë dhe mundësi të pushtimit. Uroj bidet dhe gata këtij qyteti të mrekullueshëm, ku Zoti ka dhënë jo vetëm bukurinë, por në fakt dhe vëmendja e qeverisë ka qenë dhe mbetet e pandalur. Më pas, zonja Mërkuri lexoi formulën e betimit, ku fjalë të spikatura ishin se kryebashkiakja do të udhiqet nga interesat e shtetasve të Bashkisë Vlorë me ndershmëri dhe përkushtim. Dhënia e mandatit të kryetarit Bashkisë Vlorë, Qarku Vlorë, zonjës Brunilda Flamur Mersini, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetar bashkie në disa njësi qeverisë vendore datës 9 nëntor 2025. Sot në datë 17/11/2025 mora në shqyrtim çështjen me objekt dhënien e mandatit të kryetarit Bashkisë Vlorë të Qarku Vlorë, zonjës Brunilda Mersini, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetar bashkie në disa njësi qeverisë vendore datës 9 nëntor 2025. Sipas bazës ligjore të nenit 19.1 shkronja I dhe 2 dhe nenit 166 të ligjit numër 119 datë 29/12/2008, Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, e në përfundim të këtij shqyrtimi vëret se në mbështetje të dekretit numër 350 datë 1/10/2025 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë për caktimin e datës së zhvillimit zgjedhjeve të pjesëme vendore për kryetar bashkie për disa njësi qeverisë vendore, u zhvilluan zgjedhjet e pjesëme për kryetar bashkie datës 9 nëntor 2025. Bazuar në nenin 166.1 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, kryetar bashkie zgjidhet kandidatin që fiton numrin më të madh të votave të vlefshme të zgjedhjeve që kanë votuar në njësi vendore përkatëse. Dhe propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste është shpall fitues zonja Brunilda Flamur Mersini si kryetare e Bashkisë së Vlorës. Ky komision vendosi dhënien e mandatit të kryetarit Bashkisë së Vlorës, Qarku Vlorë, zonja Brunilda Flamur Mersini, propozuar nga subjekti zgjedhor Partisë Socialiste e Shqipërisë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kundër këtij vendimi bëhet ankim në Komisionin Ankime dhe Sanksione brenda 24 orëve nga shpallja e tij. Vijojmë gjithashtu me leximin e vendimit të gjykatës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë. Bazuar në nenet 126 dhe 310 të KPC-s dhe në nenin 61 të ligjit numër 139/2015 për veçqeverisje vendore, vendosi pranimin e kërkesës së kërkueses Brunilda Flamur Mersini, vërtetimin e mandatit të kryetarit Bashkisë Vlorë Qarku Vlorë të shtetases Brunilda Flamur Mersini, të dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me vendim numër 1510 datë 17/11/2025 për zgjedhje vendore të datës 9/11/2025, shpenzime gjyqësore siç janë kryer, kundrejt këtij akti nuk ka vendim që nuk parashikohet në ankimim dhe i urojmë suksese zonjës Brunilda Mersini në detyrën e re.
Një ditë e veçantë me shumë përgjegjësi, kështu e ka nisur fjalën kryebashkiake e re e Vlorës, tashmë e zyrtarizuar Bruna Mersini, ndërsa nuk ka fshehur emocionin dhe krenarin që është e para grua që merr drejtimin e bashkisë së qytetit bregdetar të Vlorës. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e kryetarit bashkisë dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se, në të gjithë veprimtarinë time, do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të bashkisë të Vlorës. Do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. I nderuar detyruesi politik i qartë, të nderuar kryetarë e Këshillit Bashkiak, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar deputet dhe përfaqësues të qytetit, edhe të nderuar dhe familjarë të mi kudo ku janë. Është ditë e veçantë, ditë me shumë emocion, por me të gjitha me shumë përgjegjësi. Nuk do resh së falenderuari Partinë Socialiste, drejtimin politik të Partisë Socialiste dhe kryeministin Edi Rama për besimin që në një qytet, ku rënjët e identitetit kombëtar i kanë bërë burrat, për herë të parë, besimin e këtij qyteti i ambesoi një gruaje. Është mision, është përgjegjësi dhe me gjitha është një falënderim për gjithë qytetarët e Vlorës, për ata që në vite kanë besuar vizionin e Edi Ramës, dashurinë e tij për qytetin. Jam besim plot sepse e mendoj punën të lehtë sepse në këtë qytet ka projekte dhe vizione të një vlonjati që në qeverisin e tij e transformoi Vlorën në instant të rizhvillimi. Dhe mendoj që e kam të lehtë sepse së bashku qytetarët e Vlorës që dinta duan Vlorën, bashkia dhe çdo njeri që do të jetë partner në punën tonë, do të krijojmë një frymë bashkëpunimi për të çuar përpara gjithë projektet dhe për të thithur projekte të reja në një qytet që do të jetë porta e re e Evropës së bashku me aeroportin. Na presin sfida, na presin vështirësi, por duhet të jemi të qartë që drejtimi jonë duhet të çojë njerëzit në një vend ku ata nuk kanë qenë përpara. Dhe kërkoj edhe bashkëpunimin tuaj, mbështetjen tuaj në këtë rrugtim, duke drejtuar së pari për të besim anëtarëve të Këshillit Bashkiak, si forumi konsultativ, sipas ligjit të vendor për kryetarët e bashkisë. Është e lehtë ta duash Vlorën. Zoti e ka krijuar për ta dashur, së bashku do t'i çojmë gjëra përpara. Shumë faleminderit të gjithëve. Më pas, kryetaria e bashkisë Bruna Mersini është pritur në bashki nga administrata dhe stafi i gjerë. Kështu pas drejtimit për më pak se 2 muaj të nënkryetarit të komanduar Elisa Lili, prej sot bashkia e Vlorës e ka tashmë drejtuesen e re, dhe ajo është Bruna Mersini.